Avokati i popullit ka publikuar një raport shqetësues mbi gjendjen e institucionet penitenciare në Shqipëri, ku konstatohet se trajtimi i personave të privuar nga liria në disa burgje ofrohet me standardin e trajtimit degradues. Raporti bazohet në inspektime të zhvilluara gjatë vitit 2025 në 18 institucione penitenciare, si dhe në shqyrtimin e 115 ankesave të paraqitura nga të burgosurit dhe persona në paraburgim. Sipas avokatit të popullit, problematikat më theksuara janë evidentuar në burgun e Burrelit, burgun e Lushnjës, burgun e Kuksit, institucionin Minepeza, burgu 313 në Tiranë dhe burgun e Tepelenës. Në këto institucione ka konstatuar ambiente të amortizuara, mungesë hapësirash, lagështir, mungesa irimi dhe ndriçimi, si dhe kushte të papërshtatshme higjieno-sanitare. Raporti evidenton gjithashtu mungesën e shërbimeve të nevojshme shëndetësore dhe rehabilituese për të burgosurit, ndërsa në disa raste personat e privuar nga liria detyrohen të mbajnë sendet personale me qese plastike për shkak të mungesës së dollapeve. Një tjetër problem i evidentuar është mungesa e produkteve bazë të higjienës dhe detergjentëve në pastrimin e qelive, si dhe mos funksionimi i sistemeve të ngrohjes dhe ftojes, veçanërisht gjatë temperaturave ekstreme. Sipas raportit, shqetësuese mbetet edhe cilësia e ushqimit, ku evidentohet mungesë larmishmërie dhe sasi e pamjaftueshme për të burgosurit. Po ashtu, të burgosurit kanë mundësi shumë të kufizuara për aktivitete social-kulturore dhe programe rehabilitimi, çka sipas avokatit të popullit ndikon negativisht në integritetin fizik dhe psikologjik të tyre. Institucioni thekson se në këto kushte bien ndesh me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare për trajtimin e personave të privuar nga liria dhe cënojnë dinjitetin njerëzor. Në përfundim të raportit, avokati i popullit ka rekomanduar Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve mbylljen e disa prej institucioneve ku problematikat konsiderohen të përsëritura dhe të rënda. Raporti evidenton gjithashtu mbi popullimin e burgjeve në institucionin 313 në Tiranë rezulton me 55 të burgosur mbi kapacitetin maksimal, ndërsa burgjet e Vlorës, Fushkrujës dhe Lezhës paraqisin gjithashtu tejmbushje të konsiderueshme. Sipas raportit, burgu i Lezhës mban numrin më të lartë të mbi popullimit me 181 të burgosur mbi kapacitetin e parashikuar.